Rreshtet e doborës të ditëve të fundit, të shoqëruara me temperatura të ulta, kanë ndikuar negativisht në kolonitë e bletëve në juglindje të vendit. Sipas zbletëritësve, kushtet e pafavorshme atmosferike kanë penguar rigjinërimin e familjeve të bletëve në kohën e duhur. Kolonia nuk mund të arritë të mbuloj gjithë pjellin që ka hedhur mbretëresha. Nuk arriti që të rigjeneroj bleta në momentin e duhur. Sepse temperatura tram për njëre, bleta e vitër që hyri për dimërim u konsumua dhe kur doli nga dimërimi, odhi shumë shpejt punë dhe nuk arriti në momentin kryesor që ta nxirrte koloninë deri në fund të rigjeneronte mizën e mbetur. Specialistët këshillojnë mbretërisit që përveç ushqimit suplementar të monitorojnë me kujdes gjendjen e kolonive dhe të marrin masa parandaluese për infeksionet. Vetëm me kujdes dhe ndërhyrje të vazhdueshme mund të sigurohet mbijetesa e bletëve gjatë kësaj periudhe të vështirë dimërore.